Po sa i përket sulmit që u ndërmor ndaj Dritan Goxhait, si e konsideroni që një herë bën që s'kishte marrë pjesë në ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pastaj e cilësuan si mercenar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe më pas nisën e sulmet personale ndaj tij? Sulmi ndaj Dritan Goxhait u bë për arsye se ai doli e foli. Po kur doli e foli dhe kur ju bashkua protesta ai, dhe kur vajti atje të kaj grupi, ka 4-5 ditë, 6 ditë ka vajtur atje, përpara se një të njeri. Pra, lidhur me sulmin që është bërë Dritanit, është bërë për të tërhequr vëmendjen nga problemi themelor që është shitja e trullit shqiptar. Kjo është ajo që më shqetëson mua, shitja e trullit, tradhtia e 140 palacove që janë futur në parlament dhe unë bëj thirrje e protestuesve, s'kan punë tek kryeministria. Të largohen një orë përpara dhe të vënë të bllokojnë parlamentin, të mos funksionojë fare, të mos hyjnë asnjë deputet në parlament. Sepse në fshehtësi kanë gatuar dhe kanë miratuar tradhtinë më të madhe që ishte bërë ndonjëherë këtij vendi. Që nga koha e atij Hamza Kastriotit. Kjo tradhti është vdekje prurse dhe e gropos njëherë për gjithmonë Shqipërinë. Prandaj ne nuk e kemi unë për shembull personalisht për veten time, nuk e kam Edi Ramën. Edi Rama është vegël. Edi Rama është vegël e spionazhit izraelit, vegël e qifutëve të Izraelit që duan me çdo kusht të futen në Shqipëri dhe të sjellin 2,5 milionë qifut, siç ka qenë plani që në vitin 1930. Ku e bazoni gjë të tillë? Ku e bazoj e pa diskutueshme që është ashiqare. Pse është ashiqare? Që në vitin 1930 shteti shqiptar dhe konsullata jonë në Vjenë ka denoncuar një plan të tillë të qifutëve për të vendosur në Myzeqe. Dhe këtë ne e dinim. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që Edi Rama tha s'keni parë gjë akoma. Po, vërtet s'kishim parë gjë akoma. Se nuk e dinim që Edi Rama i kishte lidhur marrëdhëniet dhe marrëveshjet me Rothschildin dhe me klanin hebre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ne aktualisht tehun, luftën, përpjekjet, protestat, tani e tutje nuk i kemi më me Edi Ramën, i kemi me parlamentarët shqiptarë që po bëjnë marrëveshje marrëveshje tradhtare. Po në këtë rast ju mendoni se kërkesa për dorëheqjen e Edi Ramës nuk është legjitime? Jo, ajo legjitime është, por nuk prisje se iku Edi Rama do vi Taulant Balla. Që kuptua. Do iku Taulant Balla do vi ai që ta do vjeti më pak, si e quhenin ata. Pra, Eduard Shalsi. Po. Pra ata e ka thënë Ramiz Alia në 89, po ju nuk e di, keni qenë lindur atëre apo jo, po keni qenë djali vogël. Ka thënë ne kemi kuadro, ka thënë, sa për të ngritur 3 komitete qendrore. Kjo i thot të tëra zotëri. Dhe po i gjenin petët e lakërorit një nga një. Dhe të gjithë prap po i mshoj asaj që ta theksoj mirë dhe ta dëgjojnë abdetarët shqiptarë. Janë komunistët shqiptarë të futur në parlament me 1001 mënyra të palishme, të cilët duhen nxjerrë me çdo kush nga parlamenti. Ai parlament duhet shkrihet, të krijohet qeveri tranzitore, të bëhen zgjedhje pa këto 2 parti në pushtet, të dalin jashtë ligjit komunistëve shqiptar dhe të krijohet, të hartohet kushtetuta e re dhe shqiptarët të zënë vendin që u takon në histori dhe në Evropë. Po si do krijohet qeveria teknike pa pasur parlamentin? Zotëri ka qeveri tranzitore. Pa tjetër që nuk është nevojë atje fare të parlamentit. Po është parlamenti pra që zgjedh qeverinë. Jo, nuk është parlamenti, jo. Kush sa? Ka një president, njerëzit në rrugë. Ka një president, ka president e Republikës zotëri. Presidenti i Republikës ka për detyrë të shkrijë këtë parlament, e ka të drejtë kushtetuese që se ka bërë duhet ta bëj dhe është vonuar. Po, dhe çon vendin zgjedhjet parakoshme. Jo, po jo me këto parti.
pra e çon vendin jo në zgjedhjet parakohshme, po e çon vendin në ngritjen e një qeverie teknike e cila do hartoj kuadrin ligjor për të krijuar zgjedhjet, për të filluar zgjedhjet, për të bërë konstitutën e re, për të bërë 101 detyra që ka përballë një qeveri që i përshtatet dhe që i shërben vendit saj. Jo një qeveri ku i shlingej, jo një parlament tradhtarësh dhe banditës që kanë dhënë vendet atje, janë fryrë si shushuja, si bolla, edhe nuk din çfarë flasin. Del ai Kursimanja një bastard burr dhe thot vin me makina të shtrenjta thot. Ore Ursi, mua bleu apo jo ytat ato makinat atyre që uazën gojti. Ata e kanë me djerë, kurse ti kriminali 184, ti s'ke vënd për të folur, po s'ke fajti. Do të vi ora dhe ty dhe gjithë juve që jeni atje. Po në këtë rast, kush do ta krijojë qeverinë teknike nëse jo parlamenti? Gati janë njerëz, po sigurisht më ndjen plot punë. Mjafton të shkrit ky parlament të dalë ata presa. Po nuk del qeveria teknike nga hiçi. Jo, kusa nga hiçi. Kush e thatë nga hiçi? Pse duhet dalë patjetër nga këta, ha? Jo zotri, jo. Absolutisht jo, ata pikësh për këtë përpiqen. Që dhe të bëhet qeveri teknike, po ta bëjmë neve, tha ai rrudhur, ai kriminal i rrudhur tani, ai kufoma politike që quhet Sali Berisha. Do ta bëjmë neve, tha. Jo zotri, nuk e bëni dot ju. Ti zotri shit e detin, ti Sali shit e detin, ke dhe paturpsinë e dele flet atje. Ndërsa edhe këta tani të njëjtin gjë po bëjnë. Por si duket të hëngrë me njëri tjetrin kur do mirë të llokmat. Dhe ja kaloi Edi Rama Sali Berishës, por edhe ky nuk do të realizojë dot asnjë sepse ne kemi dalë zot vendit. Ta din mirë Salihu dhe Edi Rama. Ta din mirë dhe ata zagarët që kanë vënë atë te mikrofonit që nuk lën njëri të flasi dhe që janë anonim dhe që nuk shprehen askënd dhe që janë të tërë shumë të palestruar dhe shumë të fuqishëm, e kupton, të përgatitur për të goditur qytetarët, që bota e qytetëruarit quhen bravo ata ose gorillat. Pra, ta din mirë që populli është përgatitur mirë. Populli po u them është përgatitur mirë. Flë tani për tani si lumi buvo, po kur të ngrihet, po ngrit, njerë këta vrim e miu do vej 500 grosh. Zoti Islamia, ka një përpjekje nga ana e Edi Ramës, Berishës për ta menaxhuar protestën në atë mënyrë ashtu siç ndodhi në vitin 90 ku pushteti komunist në atë kohë menaxhoi kalimin e pushtetit. Praktikisht atë po bëjnë. Atë që bën në vitin 90, 91, sa ishte, në 90, në korriktën 90-s, që e sfumuan protestën me ndihmën e partnerëve tanë perëndimor, edhe i shpëtuan komunistët nga përgjegjësia, i morën dhe i shkrehuan dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, spionët dhe hetuesit dhe ata komunistë e Shqipërisë, i paguajnë me rrogat majme, u kanë dhënë dhe biznese, u kanë siguruar jetën dhe duan ruajtën qetësinë në Shqipëri. Tani s'ka më qetësi, ta dim perëndimorët. Nuk ka më qetësi, po e them troç fare sakt. Nuk do ketë qetësi, nuk do qelloj burin këtu nëse nuk vete e drejta te i Zoti. Të përjashtohet lobi që fut nga vlorat, as mos hedhin syt ande, të ngrihen, të anullojnë të gjitha marrëveshjet që ka bërë ky parlament i ndyrë, i pështirë, i korruptuar, i moral, i pandershëm. Dhe të dalin nga parlamenti që t'i hapin rrugë çlirimit të Shqipërisë, e ky çlirimi i Shqipërisë që po bëhet. Zoti Islami, si mendoni cili do të jetë fati i kësaj proteste? Në këtë rast do të fitojë Edi Rama apo ky është fundi i Edi Ramës me këtë protestë? Jo, fundi i Edi Ramës do vi kur mos bën protestat i ton Rama jepe dore, që këto janë turpe. Pse janë turpe? Ajo është formë proteste. Që që duke kënduara? Pse ashtu bën protestat atë? Aman Ram jep dorëqen, jo zotëri, mos e bën ti këtë gap.
je burri pjekur tani flasim bashkë. Je në moshë pjekur dhe je dhe gazetar me eksperiencë. Si që ka protesta ashtu duke ju lutur aman jep dorëgjën. Ora kur del për protestë dhe i thua jep dorëgjën. Është një formë proteste, ka forma tjera të protestës, është edhe kjo formë proteste. Jo zotëri, mos e thuaj prapë se po mulkëm tjene unë më detyron tani që të një zërin. Nuk është formë proteste, është qesharakëzimi protestës. Është për të bërë për ta bërë protestën thallje. Po si duhet si pas jush? Si duhet? Ta them unë, ti duhet jep dorëheqje dhe dil nga zyra. Kështu bëhet kërkesa për dorëheqje. Po sa jep ai qëndron aty? Atëre do ngrihen populli, do të thotë që ai kërkon luftë. Atëre do t'i ngjajmë Nepalit. Do marrim shembullin e Nepalit. S'ka rrugë tjetër. Ky ka dalë, se asin diktator s'ka kur me dëshirë, jo. Të tërë me luftë kanë ikur. Të tërë kanë djegur dhe kanë vrarë edhe kanë mbytur në gjak popullin e tyre. Po shqiptarët duhet hapin syt dhe të s'kan punë fare dhe mos hap dorëheqjen ai. Të bllokojnë parlamentin dhe të thonë dili për jashtë. Po ama gjithsesi kjo protestë kaq paqësore e ka tronditur vetë Edi Ramën dhe themelet e politikës shqiptare. Po ta kishte tronditur të kishte reaguar, jo ai tallet jo vetëm që se ka tronditur, po ai tallet. Si e shikoni ironinë e tij, ka të bëjë me një po themi tronditje nga ana e aspektit emocional mendor apo është thjesht reagimi i tij natyrshëm? Aty janë që të gjitha bashkë. Ai është i tronditur, nuk diskutohet. Ai është i tronditur sepse nuk di ku do vej tani. Përfundimisht ai do vej në Izrael, që ta dini. Sepse ai është hebre. I deklaruar hebre. Familja Krisaq Ramës nuk ka truall tokë në Shqipëri, në asimën të Republikës së Shqipërisë.